Duke e qëndruar përpara një palë Rolls-Royce, një Lamborghini dhe një turm kërcënuese burrash të maskuar, reperi i bandës shqiptare Stealth bën një paralajmërim të frikshëm. Ne ju vrasim sepse shqiptarët nuk kanë nevojë për arsye, thot ai. Ata përpiqen të na kapin, por këta shqiptar nuk mund të kapen. Video sfiduese ofron një pasyrë tronditse të mafjas shqiptare në Britaninë e Madhe. Ajo ishte deri kohët e fundit sekret, por tani ajo është duke shfrytëzuar PR-in online për të rekrutuar më shumë ushtaruge. Postimi i imazheve të vetes së tyre me arma automatike, kartmonedha dhe orë Rolex prej ari, antarët e bandës së krisur po përpiqen t'i bindin kriminalët nga Shqipëria për të kontrabanduar veten në Mbretërinë e Bashkuar dhe për t'u bashkuar me rrjetin e tyre, thonë ekspertët. Përdoruesit e drogës përfryjnë perandorin kriminale të shqiptarëve me fitime të mëdha. Kjo perandori kriminale kontrollon tregun britanik prej 5 miliard poundësh kokainë. Investigimi i Daily Mailit për krimin organizuar shqiptar zbulon se shqiptarët kanë krijuar lidhje të drejtpërdrejta me kartelët brutal të Amerikës Latine, duke ulur çmimin e drogës së klasit të A dhe kanë një kontroll të ngjashëm të shpërndarjes së kokainës në Mbretërinë e Bashkuar. Për herë të parë, shqiptarët përbëjnë numrin më të madh të shtetasve të huaj në buxhet britanike, ku 802 prej tyre janë aty pas hekurave. Të burgosurit e bandave kriminale po përdorin në mënyrë të palishme telefona celular për të bërë video telefonata me njëri tjetrin nga qelit e tyre dhe pastaj postojnë bisedat e tyre në internet. Qelit e 2 kriminalëve shqiptar që u shfaqën në një video të kohëve të fundit u kontrolluan nga oficerët e burgut javën e kaluar. Vrasësit me pagesë shqiptar në Britani të Madhe kërkojnë nga 15.000 pound deri në 100.000 pound për vrasje. E njohur si mafia shqiptare, gangsterët shqiptar kapën kontrollin e tregut britanik të kokainës rreth 5 vjet më parë, duke u lidhur me kartelet e Amerikës Jugore që i furnizonin me drogë. Kjo rezultoi në rënien e çmimit për 1 kilogram kokainë të paprerë nga 45.000 në 30.000 pound. Edhe me rënien e çmimit shqiptarët fitojnë shumë. Dyshohet se ata e blejnë 4.000 pound kilogrami në Amerikën Latine. Rrugët kryesore të kokainës në portet e Britanisë së Madhe janë nëpërmjet Rotterdamit në Holland, porti më i madh i Evropës, dhe porti të Belgjikës. Policia e Evropës e ka gjetur pothuajse të pamundur të deportojnë bandat shqiptare, të cilat drejtohen nga një kod i rrept besnikërie, i njohur si BESA, që do të thotë të mbash premtimin. Ata gjithashtu kanë një reputacion të frikshëm për dhunën, të qeverisur nga kodi i kanunit e drejtë për t'u hakmarrë. Një raport i Fondacionit të Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë identifikoi Britaninë së bashku me Belgjikën, Greqinë, Spanjën dhe Italinë si vendet ku veprojnë hitman profesionist shqiptar. Pagesa për një vrasje në Britaninë e Madhe shkon nga 15.000 pound deri në një maksimum prej 100 pound, thuhet në raport. Pjesa më e madhe e rrjetit të gjerë kriminal shqiptar vepron në radarin e policisë dhe është e fokusuar në fitime të mëdha. Por Hellbanians, një bandë e dhunshme e tregtarëve të droguar në Londrën lindore, është një përjashtim i shurdhër. Bazuar në banesat në Barking dhe Dagenham në lindjen e Londrës, shumë nga prindrit e antarëve të bandës erdhën në Britani të Madhe në fund të viteve 1990. Formuar në vitin 2002, mënyrat e jetesës kriminale të antarëve të bandës Hellbanians janë glorifikuar nga një grup repi me të njëjtin emër. Videot muzikore të prodhuara në mënyrë profesionale që përshkruajnë që djemtë e rinj që bëjnë para kanë marrë shumë kshikime. Videoja për këngën Hood Life e postuar fillimisht 2 vjet më parë në YouTube është parë më shumë se 10.3 milion herë dhe përmban burra të maskuar dhe një grua pak të veshur në kofanon e një Rolls-Royce Phantom të bardhë në Barking. Të gjithë shqiptarët mendojnë se ata janë Rambo. Të gjithë shqiptarët e mi të vërtet që lëvizin narko shton Slith, emri të cilit është Fatjon Dibra, i cili si Selita lindi në Burrel në Shqipërinë Veriore. Në një video tjetër e cila është parë 4.3 milion herë nga një publik në 2016, antarët e bandës janë treguar duke derdhur shampanjë nga shishet në një rezidencë të rrethuar nga femra që mbajnë vetë të mbathje. Unë jam duke ndjekur ëndrat e mia, këndon Dibra. Ndërkohë, fotografitë e postuara në Instagram nga antarët e bandës duket se tregojnë një arsenal të frikshëm armësh, citon Daily Mail.
Një foto e postuar nëntorin e kaluar tregon një pushk me municion të rregulluar për të shkruar letrat Hey B për Hellbanians. Ekspertët thonë se bosët më të lartë të bandave shqiptare janë të lumtur që Hellbanians kanë një profil kaq të lartë, sepse këto video do të ndihmojnë të bindin më shumë shqiptar për të shkuar në Mbretërinë e Bashkuar dhe për të bashkuar me rrjetin kriminal. Ta tregojnë forcën e tyre përmes muzikës së tyre, tha një burim shqiptar me njohuri për bandën. Është PR kriminal. Muhamet Qazim, një ekspert për bandat në Universitetin Leeds Beget, tha: "Ky stil jetese është një mesazh që të tjerët të thonë, ne jemi të suksesshëm dhe është gjithashtu një mesazh për rivalët që po bëjmë më shumë para se sa ju. Ata zakonisht kthehen në Shqipëri në numër të madh për një ditëlindje ose një martesë dhe ka nevojë për të treguar se ata janë të suksesshëm, sukses që matet me sa mund të harxojnë në një parti." Ju pëlluni role, o ma shqipe zone, ziron rasën mena se e kave me pistole. Frima shqipe Gucci si jetan për korridore, i liri tja hekën liri, ndoli jashtë kontrole. Videoja më e fundit të Hellbanians Kodak u publikua në maj dhe tashmë është parë më shumë se 2.6 milion herë. Titulli i këngës krahason zjarrin e shpejtë të një aparati fotografik të kameras me të shtonat e një arme. Ne qellojmë më shumë raunde se sa Kodaku merr foto, këndon Dibra. Video fillon me një deklaratë se personat në video nuk pranojnë dhunën e asnjë lloji dhe çka duket aty ka vetëm funksion artistik. Tekstet, megjithatë, përshëndesin tre antar të bandës Hellbanians, të njohur si Zero, Gucci dhe Ilir. Zero u burgos për shkak se u kapën duke mbajtur armë, thon ata. Lironi shqiptarët e mi, Gucci, që jetojnë në sallat e tyre. Liria e Ilirit u hoq, ai doli jashtë kontrollit. Krimi organizuar shqiptar në Britani mund të gjurmohet në luftrat e përgjakshme të Ballkanit të viteve 1990, që çuan në një rritje të refugjatëve kosovar që kërkonin azil në Britani. Që nga viti 1998 dhe qindra kriminal të ashpër shqiptar filluan të mbrinin duke pretenduar në mënyrë të reme që të ishin kosovar. Ata morën përsipër prostitucionin në Londër, por tentakulat e tyre u përhapën shpejt në trafikimin e drogës dhe trafikimin e njerëzve. Rreth vitit 2014 bosët e tyre pushtuan tregtinë e kokainës të Britanisë, duke krijuar modelin e tyre të ri të biznesit për furnizim, transportim dhe shpërndarjen e drogës. Së shpejti shqiptarët u përfshin në çdo element të tregtisë, nga kalimi i drogës në Atlantik, fshehur në arka bananesh, tek tregtarët që shisnin çanta me plur në bare dhe klube. Ata u bën përgjegjës për ta sjellë ato në vend, tha Tony Sager, si shkreu i kërcënimit të drogës dhe inteligjencës në Agjencinë Kombëtare të Krimit. Gangsterët shqiptarë që jetojnë mënyrën më të mirë të jetës në Britani gëzojnë statusin e heroit midis të rinjve të pakënaqur në vendin e tyre, ku papunësia e të rinjve është 22%. Në shenjë të rritjes së statutit të tyre si kult në Shqipëri, reperët Hellbanians performuan para qindra njerëzve në Tiranë, kryeqytetin e Shqipërisë, pak muaj më parë. Pas këngëtarëve ishte një ekran që shfaqte logon e bandës së Hellbanians, dy pistoleta me dorez si kokë dragoi. PR-i duket se po funksionon. Një numër i madh i shqiptarëve të rinj po udhëtojnë për Europë në Holland, ku ata pastaj përpiqen të kontrabandojnë veten në Britani të Madhe. Shqipëria fitoi të drejtën që qytetarët e saj të udhëtonin pa viza në të ashtu quajturën zonën Schengen, e cila nuk përfshin Britaninë. Në vitin 2010, kjo u lejon shtetasve shqiptar të udhëtojnë për Evropë në pragun e Britanisë pas një kontroll të pasaportave. Megjithatë, qeveria e Hollandës mori hapin e jashtëzakonshëm të lëshimit të një lutje në Komisionin Evropian për të pezulluar udhëtimin pa viza për shqiptarët. Në një letër të vështirë për Komisionin e marrë nga Ministria argumentoi se që nga viti 2015 Holanda kishte përjetuar një rritje të konsiderueshme në veprat penale serioze të lidhura me shtetasit shqiptar dhe bandat e krimit shqiptar. Një zhvillim tjetër është numri në rritje e imigrantëve të palishëm nga Shqipëria, kryesisht të rinj që dëshirojnë të fillojnë një jetë të re në Mbretërinë e Bashkuar, shtohej aty. Por, pavarësisht një paralajmërimi të tillë alarmues, burokratët në Bruksel këtë muaj e hodhën poshtë kërkesën holandeze. Ndërkohë në Britaninë e Madhe, policia po përpiqet të luftojë kundër valës shqiptare të krimit. Në mars autoritetet arrestuan një grua shqiptare 37 vjeçare në lindjen e Londrës,
e cila thuhet se ka fshehur qindra aplikime falso për pasaport në Mbretërinë e Bashkuar për një rrjet kriminal shqiptar. E dy burra shqiptar që jetonin në Britani u burgosën muajin e kaluar për një total prej 13 vjetësh dhe 10 muajsh, pasi u kapën me 8.5 kg kokainë dhe 17.000 pound kesh. Por mafia shqiptare nuk ka gjasa të lëshojë kontrollin e saj mbi tregtinë e kokainës në Britaninë e Madhe, thot Tony Saggers. Nuk ka arsye për ata që të ikin. Çmimet e kokainës janë të qëndrueshme në Britaninë të Madhe.